Të nderuar shikues të Veriu Sport përsëri së bashku, drejt për së drejti nga Parku Olimpik Feti Borova i kryeqytetit, tashmë për pjesën e dytë të super sfidës të futsallit Vllaznia Flamurtari. Është gjysmëfinalja e parë e fazës finale, Final Four pikërisht për kampionatin kombëtar të futsallit. Dhe më njëherë pasaj ndeshje do të jetë çifti tjetër gjysmëfinal, Tirana me ekipin forcat e Armatosura, ku njëra prej tyre, ku dy fituesit e dy ndeshjeve do të ndeshin në finale me datë 7 qershor në këtë pallat sporti. Pra do të jenë dy ditë shumë të rëndësishme për futsallën shqiptare. Kjo e sotmja dhe ajo e datës 7 qershor që do të ketë edhe ndeshjen finale. Pjesa e parë e gjysmëfinales së sotme, Vllaznia Flamurtari është mbyllur me rrjetat e paprekura 0-0. E shpejt ka nisur edhe pjesa e dytë. Kujtojmë që fillimi i pjesës së parë ishte dominues nga ekipi i Vllaznis dhe me pas erdhi edhe ritmi pozitiv i skuadrës së Flamurtarit. U ditë dënimi për ekipin e Vllaznis është kapiteni Tafili, pastaj Goka i kombinojnë, ishte një skem kjo, por që nuk u konkretizua si duhet. Ishte me 2-3 pasime për të zënë në befasi skuadrën lënjate. Kapaj, Leci, skuadrën lënjate. Një ndeshje plot rivalitet, emocione, lufte fort sportive. Po ajo që i mungon kësaj gjysmëfinale është goli. Ai akoma nuk ka dalë në dritë, e kërkon Vllaznia, e kërkon Flamurtari, por deri tashmë 0-0. Çoklaj për Tafilin. Gokaj për Tafilin, ka dalë portieri Shiba. Pastaj aksioni shpejt i vllonjatëve ka ndërhyrë Semir Gokaj. Duhet minuta 2 për pjesën e dytë dhe Flamurtari rrezikshëm. Dalja e portierit Behari ishte në kohën e duhur. Leci, Kapaj, Gjoklaj, Toska, Kapaj, Leci, Toska, ndërhyrje Toskës, e gabuar në dëm të Denis Çokajt. Shutmi për Vllaznin, por ka ndërhyrë skuadra vllonjate, Kapaj. Në vjenësore për ekipin e Vllaznis. Gjoklaj, Tafili. Gokaj, përsëri Tafili. Sot Majtës, kombinon me Gjoklën, për ka ndërhyrë Leci, nis aksioni i Flamurtarit.
Por ndërhyrje në kohën e dur nga Gokaj, Leci, shfaqet I vetëm dhe ka shënuar skuadra Vlonjate në minutën e 3 të pjesës së dytë një hutim I ekipit Kuqe Blu, ndërkohë që po sulmonte në portën e flamurtarit. Është flamurtari që e ka ndëshkuar Vllaznin pikërisht në minutën e 3 të pjesës së dytë. Vllaznia 0, flamurtari 1. Ka diçka tek gjyqtaria kryesore, diçka po verifikojnë, nuk e dim se ka sistem VAR kjo ndeshje, por topi ka shkuar në rrjet nga numri 3, Erad Leci I flamurtarit në të 3 minutë të pjesës parë. Rezultati në tabelën elektronike është 1-0 për flamurtarin, goli është I vlefshëm. Vllaznia nis nga qendra takimin, është Denis Çoka, I duhet shumë punë tash me Vllaznis për të barazuar dhe për të përmbysur rezultatin. Të shikojmë tash si do luajë Vllaznia. Çokaj, realisht duhet të theksuar që Vllaznia po luante në sulme të shpejta me një presion në portën e flamurtarit për të kërkuar golin e avantazhit. Por tashmë që goli ka ardhur në portën e Vllaznis në favor të flamurtarit, I duhet shumë punë Vllaznis. Duhet lëviz diçka edhe në mënyrën e lojës. Leci, autori I golit avantazhit, më I rrezikshëm futbollisti I skuadrës Vlonjate. Tafili nis për shpejtësi topin nga porta Behari. Gokaj. Duhet lëviz shpejt Vllaznia. Duhet e fortë Gjoklet, por pa sukses. Kaloi mjaft. Luhet minuta 4 për pjesën e dytë. Goli I Erad Lecit për Vlonjatët ka kaluar në avantazh ekipin e flamurtarit, ku rezultati është Vllaznia 0, flamurtari 1. Djebaxhia loj. Tafili, topi për Gokajn. Djebaxhia sposohet majtas, kërkon kombinimin me Gjoklen, topi ka kaluar jashtë vijes fundore, u duk qartë. Dhe nga kamera e jonë, pati një argim nga flamurtari, por më pas u bind. Gokaj. Shumë për flamurtarin. Kapiteni Kapa I rrezikshme kjo gjujtje e tij, por momenti I favorshëm, por gjujtje e gabuar nga ana e Kapaj. Tafili, Gokaj, kombinim me Gjoklen. Topin vjen fundore për Vllaznin. Luan shpejt skuadra shkodrane për të gjetur golin e barazimit. Tafili. Do të topi nga Vlonjatët që gabon portieri Alban Shiva në pasim, idenë për të kombinuar me Klar Kalus. Alcid Tafili me topin në zotrim, kapiteni Vllaznis. Ari Djebaxhia, Semir Gokaj. Besfort Gjoklaj.
Tafili ka krahun majt, pastaj Gjoklaj, Fideti kërkon hapësirë për të goditur, gjithë Gjoklaj, pastaj Tafili, lëvizjet e shpeshta të vllaznisë, Gjepaxhia. Tashmë është rrava e flamurtarit Toska. E shpërdoron të mundësitë e flamurtarit. Minuta 6 për pjesën e 2, gjithë një avantazh flamurtari me shifrat 1-0, një gjithë për finale super e denjë për të dyja skuadrat. Kemi thënë që në nisjet e transmetimet janë dy skuadra që luftojnë fort të rivalet të denja të njëra tjetrës. Në fazën e parë dhe të dytë ka fituar Vllaznia si në Vlorë të në Shkodër me rezultatin 5-4. Me shumë rivalitet dhe emocione, por tashmë është në avantazh flamurtari. Topi për Vllaznin. Çfarë ka shpërdoruar Gjokla, një mundësi ideale e tij. Pau i shkarkuar nga Toska. Rritet përgjegjësia skuadrës shkodrane. E kërkon me ngulm në golin e barazimit, kalojnë minutat. Në fakt kaloi të mjaftueshme, edhe 14 minuta 16 sekonda nga fundi, por rezultati është në favor të ekipit të flamurtarit, i cili shënoi një gol mjeshtror me autor Erad Lecin. Njëra prej skuadrave që po ballafaqohen në fushën e lojës, Vllaznia apo flamurtari do të jenë në finale me çiftin tjetër që do të nxjerrë fituesin tjetër, që do të luhet më njëherë pastaj ndeshjet Tirana Forcat e Armatosura. Dhe në këtë momente skuadra që shkon në finale është flamurtari që kryeson me rezultatin 1-0. Po të shikojmë, do të ketë ndryshim të rezultatit. Tafili për Gjepaxhi, Tafili, Gjoklaj. Është një mbulim e një mbrojtje e ngjeshur e skuadrës vlojane. Pasi ka realizuar në anë të Lecit, tashmë flamurtari e mbron me fanatizëm avantazhin. Kapiteni Tafili ka këndorja djathtë të sulmit shkodran. Shikoni flamurtarin me sa shpejtësi reagon në mbrojtje duke larguar topat, nuk e lejon Vllaznin që të depërtojë dhe të ketë hapësira për gjuajtje. Gokaj për Tafilin. Gokaj provon me djathtën e tij, në fakt është e majta, arma e tij më fort, por gjuajtje me të djathtën. Gjepaxhia tashmë ka momentin e tij, kombinon me Tafilin. Një alci Tafili e majta e tij bllokohet nga Kapaj. Kapiteni autoritari i skuadrës vlonjate, Stri Tafili. Sërishmi Tafili pas atij topit harkuar nga Gjepaxhia dhe ndërhyrje e Ari Gjepaxhis, karton i verdh i akorduar nga gjyqtari takimi, gjyqtari kryesor, ndërkombëtari Albano Stollaj, pas një ndërhyrje të kapjes me dorë, mund themi, nga prapa e Gjepaxhis në dëm të Clark Kalus. Në lojë është Rigel Xhahyusha në këto momente. Shpreskon formacionin e ekipi i Vllaznis. Leci, autori të vetmit gol. Ai gol që u kërkua me insistim nga të dyja skuadrat në pjesën e parë u gjet me fillimin e të dytës në të tretën minutë nga Erad Leci për flamurtarin.
Tjetër gjuhetje e Lecit, por tashme një rrjetë e jashtme. Gjoklaj. Gjahysa. Besfor Gjoklaj, zotron topin flamurtari me kapajn. Nisë aksion me Resulin. Një e majtë e përsosur e kapitenit Jordan Kapaj. Grushton me vështirësi portieri Behari. Përsëri Kapaj dhe tjetër gjuhetje e fortë e rrezikshme, por që përfundon jashtë katërkëndorit e portës shkodrane. Gjoklaj. 1-0 kryeson ekipi i flamurtarit me gol të shënuar në të 30 minutë të pjesës së dytë nga Erald Leci. Gjahysa për Vllazdin. Tokazi për Gokajn, gjithë Gokaj. Duan me shpejtësi Gjoklaj, por jashtë. Gjahysa. Gokaj kombinon me Gjoklajn, gjithë një Gjoklaj. Gjoklaj. Gokaj përsej Gjoklaj, kombinime tashme me Gjahysën. Tokazi për Gjoklajn, Semir Gokaj ballore. Gokaj. Ndërhyr lojatët. Ste Resuli, pastaj Leci, kapiteni Kapaj. Moment e rrezikshëm tek porta e Vllaznis, por e zgjidh portieri Behari. Gjoklaj për Gokaj. Në këtë moment e kapiteni Vllaznis, një herë si trajneri kuqe blu, Tafili është jashtë formacionit, ka aktivizuar Gjahysën në vend të tij. Gjahysa nuk arrin të kombinoj me koleget e tij. Minuta e 10 për pjesën e dytë. Vllaznia 0, Flamurtari 1. Ky është rezultati i gjysmëfinales së parë të futsallit. Gjoklaj kombinon me Gjahysën. E fort kjo goditje Gjoklajt, por e thyen prapa via Vlonjate. Përsëri Vllaznia, kjo ngull nga e djatha me Çokaj. Gjokaj kombinon me Gokën për një sparkate atje Toskës saktë në vendin e duhur. Vllaznia këmgull shumë Vllaznia për gjetur golin e barazimit. Por Flamurtari është i vendosur ta mbaj avantazhin kur ka filluar të shpe 10 minutë i dytë për pjesën e dytë dhe i kretë ndeshjes. Dhe në të momente Flamurtari është finalisti i parë i fazës finale Final Four, pikërisht me rezultatin 1-0 që kryeson far golit të shënuar nga Leci. Me këtë rezultat Flamurtari është finalist, por kaloi tashmë 8 minuta dhe 50 sekonda. Kujtojmë se këto dy skuadrat gjithmonë kanë dhuruar surprizë. Duhet thënë që vetëm në 2 minuta janë shënuar 5 gola në ndeshjen e kaluar të lutjes në Shkodër, ku Vllaznia fitoi 5-4.
Prandaj është i bukur ky sport. Kjo lojë dhe kjo gjysmëfinale është shumë luftarake. Luhet për titullin kampion, për një bilet në finale. Drejt tashmë atë ka siguruar Flamurtari që kryeson me golin e shënuar nga Leci në pjesën e dytë. Tafili është rikthyer në fushë pas një pushimi disa minutësh në pankinë. Leci për kapa në aksion i rrezikshëm ka dalë portieri Behari. Mjaft i mirë, ka evituar sulmin dhe ka ndërtuar sulmin e ekipit të tij. Ka evituar aksionin vlonjat me atë sprakat jashtë zonës së tij. Leci Prapa të kapiteni Kapaj është Kalus, Klar Kalus i mëluar nga Tafili. Gokaj ku të zonë kanë marrë topin dhe nis aksion ekipit të Flamurtarit i rrezikshëm. Nuk ka faul, vazhdon aksioni. Vllaznia pran golit e barazimit. Denis Shokaj ka gjutur nga krahu i djathtë, rrezikshëm. Ndrim tek Vllaznia, largohet nga fusha e lojës Denis Shokaj. Në lojë është Joaldi Vziku me numër 7, një forcë e re për skuadrën e Shkodrane që kërkon golin e barazimit. Vllaznia nuk i beson shifrave, që është një dizavantazh kur që nga minuta parë ka kërkuar me insistim golin avantazhi. Gjoklaj. Topi për Flamurtarin. Kapaj. Resuli. Atë Rapa. Resuli. Vazhdon loja, nuk ka faul, seksion gjyqtari Koreshi. Nuk ka faul për Vllaznin, topi për Flamurtarin. Resuli. Leci gabon. Gabon në Vllaznia me këtë top nga vija anësore. Në lojën të momente edhe Samir Hyseni me numër 3. Toska. Hyseni, topi për Vllaznin dhe 6 minuta dhe 17 sekonda nga fundi. Flamurtari 1, Vllaznia 0. Vlonjatët deri në këtë momente me këtë rezultat janë finalist të fazës finale. Finalisti tjetër përcaktohet në ndeshje që luhet më njëherë pas këtij dueli, që është Tirana dhe ekipi i forcave të armatosura. Kjo është 4-sha fazës finale. Pushimi i kërkuar nga trajneri Arben Xhaferi për ekipin e Vllaznis, kur duhet edhe 6 minuta dhe 1 sekond nga fundi. Tashmë Vllaznia është tensionuar fal rezultatit që është në fuqi me shifrat 1-0 për Flamurtarin. Vllaznia që ka qenë vazhdimisht kryesuese me diferencë pike gjatë kampionatit, e shkëputur nga ndjekës së saj, Tirana dhe Flamurtari, por që tashmë faza finale është krejt ndryshe. Flamurtari është në avantazh të një gol të shënuar nga Resuli. Shikojmë karikimi në pankinën e Vllaznis, trajneri një herë dhe drejtori sportiv i Vllaznis së bashku me kapitenin trajner
Arti Tafili ka rekojnë skuadrën. Edhe 6 minuta dhe 1 sekond nga fundi, kujtojmë jemi drejt për së drejti në kanalin Veriu Sport duke transmetuar këtë ndeshje emocionuese. Gjysmë finalja e parë e fazës finale të futsallit shqiptare. Flamurtarit avantazh 1-0. Kapaj, Lëvin Tafili. Topi për vlonjatët. Kujtojmë që Vllaznia e Shkodrës është kampionja kombëtare në fuqi dhe Flamurtari është fituesi i kupës. Pra në një farë mënyrë mund ta konsiderojmë një superkup, kjo që po luhet sot. Kampionja me fituesin e kupës. Por që luhet në kuadrin e gjysmë finales së parë. Luhet një takim. Kush fiton shkon në finale. Drejtashme, Flamurtari është finalisti i parë, i dyti përcaktohet në çiftin që luhet me pas Tirana dhe forcat e armatosura. Kapaj, kapiteni i vlonjatëve, gjithnjë Kapaj bulohet nga Tafili, Kapaj. Gabon në pas Gokaj nis për shpejtësi këtë aksion Gjoklaj. Gjuan me fort nga Gjathar për blokon Flamurtari. Portieri Behari ka lënë portën, dëshme janë minutat që Vllaznia shumë fishon forcat në sulm. Tafili, portieri Behari që ka lënë portën, Gokaj, Tafili, janë skema që vazhdimisht Vllaznia i aplikon kur ka nevojë për forca sulmuese, kur ka nevojë për të shënuar, portieri Behari lë portën, ka topin në zotërim, të bëhet për efekt për të krijuar presion të skuadra kundërshtare, gjuan Behari, por mund të ketë edhe rrezikshmëri për të ndëshkuar porta Vllaznisë është e boçatisur. Behari ky bën nga djathta. Gokaj. Behari, Tokazi, përsëri Behari dhe pastaj Gokaj. E fort po blokon Toska, Tafili, Djebaxhia, Gokaj, e gjithë skuadra shkodane në zonën e Flamurtarit. Edhe 4 minuta lojë nga fundi. Tafili fton portierin Behari, por topi shkon tek Gokaj, rikthehet në port. Fatos Behari, i cili e shuhet edhe për lojën me këmbë. Mbështeti skuadrën në disa momente, jo pak herë ka kontribuar edhe me gol. Behari 1-0 kryeson ekipi i Flamurtarit, duhen edhe 3 minuta dhe 35 sekonda nga fundi. Kapiteni Tafili, gjithë skuadra shkodane është në zonën e Flamurtarit, së bashku me portierin e Vllaznisë Behari që ka lënë portën e boçatisur. Gokaj, Behari, Tafili, për Djebaxhin. E ka të vështirë Vllaznia të depërtoj drejt portës Alban Shibës e Flamurtarit, sepse ka një gardh në mbrojtje nga skuadra vlonjate. Tafili, Gokaj, Behari, Gjoklaj, një Gjoklaj, Djebaxhia, ka gabuar në pas edhe 2 minuta dhe 55 sekonda nga fundi, shtohet dramaticiteti tek formacioni Vllaznisë. Leci, sulmi për Flamurtarin, tashmë është për Vllaznin me Djebaxhin që nuk e kontrollon si duhet. Këtë aksion janë momentet që Vllaznisë duhet të jetë më qetë, më sigurt në veprimet sulmuese, largohet për momentin nga formacioni Djebaxhia, në lojë rikthehet Denis Shokaj.
Gjoklaj, mbulon rrept atje Kapaj shumë energjik. Vllaznia vazhdon sulmin. Denis Çokaj për Tafilin nga krahu i djathtë. Gjithnjë Tafili kërkon Gokajn që gjuan me forcë. Kartoni kuq i arbitrit Albano Stole për Ani Gjuherin, portierin e dytë të ekipit Çamurtarit. Duke se ka pasur në një reagim dhe i trupës Zikuse, ku gjyqtari Sole e ndeshkon me të kuqe. Toska mbolohet nga dy futbollistë të Vllaznisë. Gokaj, Tafili, edhe 2 minuta dhe 6 sekonda nga fundi. Në avantazh Çamurtari 1-0. Behari në ndihmë të sulmit të Vllaznisë, porta është e boshatisur, gabon Behari kishte mundësi të kombinonte me Gokajn. Zbresin sekondat, rritet tensionin e fushën e lojës, paksohen shpresat e Vllaznisë për të shkuar në finale. Djepaxhia sërish në lojë. Edhe 1 minutë e 42 sekonda. Nga fundi i kretveshjes, kryeson Çamurtari me rezultatin 1-0. Gokaj. Behari, përsëri Semir Gokaj. Djepaxhia. Çokaj, Djepaxhia gjuan, por është mbrojtja ngjeshur e Çamurtarit. Gokaj, dhe 1 minutë e 12 sekonda nga fundi. Gjuhetje spektakel e Ari Djepaxhis, por pa spektakel Blon Zhoni me të majtën e tij, portierit Alban Shiba eviton barazimin në portën e tij. Pra ishte një gjutje e Djepaxhis që u gërtua me mjeshtri nga portieri Alban Shiba. Topi përshtyp për Vllaznin, Tafili, Gokaj. Një Vllaznia Behari e shpërdoron Vllaznia dhe ka aksion me Çokajn. 1 minutë fiks nga fundi i kretveshjes. Gabon Çamurtari, topi për Vllaznin, është Çokaj, është Gokaj. Topi për Vllaznin, i afrohet përsëri Vllaznia golit me Gokajn. Momente shumë tensionuese, dramatike dhe përcaktuese për fatin e gjithë ndeshjes. Çamurtari është shumë pranë finales, kryeson me rezultatin 1-0 me gol të shënuar nga Leci në të 3-ën minutë. Vllaznia Kemgull me forca të shumta për të barazuar. Çokaj, edhe 36 sekonda nga fundi i kretveshjes. Gjuan Gokaj, Tafili, kombinon me Çokajn. Tafili! E fort kjo gjuhetje, ka prekur traversën e portierit Alban Shiba. I gjithë kampi i Vllaznisë dhe tifozëria shkodrane në këmbë, duke pritur golin, por ai nuk vjen. Vazhdon sulmi i Vllaznisë. Çokaj. Edhe 16 sekonda nga fundi. Gokaj, Behari, Tafili. Topi përfundon jashtë. Topi për Çamurtarin. Edhe 12 sekonda nga fundi. Edhe pak shpresë për skuadrën shkodrane për të barazuar. Çamurtari shumë pranë finales. Çokaj.
Topi për Flamurtarin. Goli I Lecit e çon Flamurtarin në finalen e madhe për titullin kampion. Mbyllet të gjithë ndeshja, kronometri fikson 0-0, duke si analizuar mbylljen e të gjithë ndeshjes, një gjysmë finale që fitohet nga skuadra vlonjate me rezultate 1-0. Autori I golit fitores për ekipin vlonjat është Erad Lezi, minuta 3 të pjesën e dytë. Flamurtari fiton dhe shkon në finale. Presidenti I klubit të futbollit të futsallit Vllaznia Fisnik Barbullushi dhe drejtori sportiv Arben Xhaferi përgëzojnë skuadrën kundërshtare, po ashtu dhe trupin gjykuese. Mbyllet të gjithë kjo ndeshje në parkun sportiv Feti Borova të kryeqytetit. Flamurtari fiton gjysmëfinalen me Vllaznin dhe shkon në finale. Vllaznia kampione dorëzohet, ku ishte karikuar dhe përgatitur për të marrë titullin e dytë kampion radhazi, por e eliminon Flamurtari, fituesi I Kupës së Shqipërisë në fuqi. Pas pak do të luhet gjysmëfinalja tjetër, Tirana, forcat e armatosura, ku njëra prej tyre do të jetë skuadra kundërshtare e Flamurtarit që do të ndeshet në finale. Të nderuar shikues, këtu e mbyllim nga unë Gasper Marku, në rolin e komentatorit. Ju falenderoj për interesin që treguat në ndjekjen e këtij transmetimi të drejt për drejt nga Veriu Sport. Miru takofshim në të tjera ndeshje të drejt për drejt, dhe ju kujtojmë që pas pak në orën 19 në stadiumin Arena Kombëtare, vetëm pak metra nga parku sportiv Olimpik Feti Borova, luhet ndeshja e fundit e abistet superiore për Vllaznin, Vllaznia Elbasani, aty ku vendoset gjithçka për titullin kampion. Miru pafshim.